mesatarisht 6 artikuj, mediat ruse i publikojnë për Kosovën, zgjedhjet në Kosovë, brenda ditës. Dezinformata dhe shtrembrohet secili vendim, secilët deklarat e institucionet Kosovës. Kemi bërë një monitorim të katër mediave të kontrolluara prej Kremlinit, pra që janë të kontrolluara direkt, që është agjencia ruse e lajmeve, është Russia Today, është Pravda dhe është Sputnik, pjesa në Serbi. Na i kemi monitoru këtu 4 media dhe kemi pa një periudhë 56 ditore, prej fillimit të mujit shtator, pra një javë ditë para se me fillu fushata, deri në përfundim të zgjedhjeve kur janë dalë ato rezultatet. Dhe rezultatet, numra që i kemi marrë kanë qenë kogja shokues, për shkak se kemi pa që këto media i kanë publiku 353 artikuj, që i bjen mesatarisht 6 artikuj, mediat ruse i publikojnë për Kosovën, zgjedhjet në Kosovë, brenda ditës. Pra 6 artikuj brenda ditës ja kushtojnë mediat ruse Kosovës, zgjedhjeve në Kosovë. 6 artikuj për zgjedhjet, veç për zgjedhjet ta? Për zgjedhjet në Kosovë. Çka thoshin ato artikuj? Po artikujt janë të ndryshëm dhe ata e kanë për artikuj që i publikojnë, shpesh herë i marrin edhe disa ngjarje që kanë ndodhur në realitet. Qoftë në incident, qoftë në vendim të KQZ-s, qoftë në deklaratë të ndonjë politikani, po çka bojnë mediat ruse është që e çojnë, një hap matutje. Zakonisht në secilin informacion të vërtet i vendosin ato narrativat e tyre. Për shembull, nëse ka ndodhur një incident dhe o bllokuar një rrugë dikun, ata i thonë që kjo rrugë u blloku për shkak se qeveria në Prishtinë, që quajnë ata, qeveria e Kosovës po synon me i pengu serbët me marrë pjesë në zgjedhje. Ose nëse ka ndodhur një vendim i KQZ-s për mediat, për gazetar, për listën serbe, edhe ata këto e përkthejnë si tentativë për me i largu serbët prej vendimarrjes, prej udhëheqjes së komunave. Për çfarë periudhe kohore jemi të folë që ka pas 6 artikuj në ditë për Kosovën? Prej fillimit shtatorit deri para një javë, ka qenë diku 56 ditë, prej fillimit shtatorit deri ka fundi i muajit tetor, mesatarisht 6 artikuj në ditë i kanë publiku mediat ruse. Shumë interesante, kjo e dhonë, kur e ke qit analizën me atë marimangën, shpërndane, kontaminimi i dezinformatës ruse ka qenë e pabesueshme për mu që kjo energji, këto pare hargjohen për zgjedhjet tona lokale. Për që ato po du prap me të pyet kur po e qesin artikullin, në qka po bazon? A janë burime mediat e Serbis, Tanjugu, kush o burim i informatave se po supozoj, ose gabim po supozoj që korespondent nuk kanë në Kosovë. Russia Today, Pravda, Janë disa gazetarë që raportojnë edhe prej Kosovës. Pra janë disa gazetarë që na e shohim fotografinë e emrin që publikojnë. A janë ata gazetarë sërb, rus, shqiptar? Nuk e di, në bazë të emrit nuk e di, në bazë të nacionalitetit, po pak është të rëndësishme. Është të rëndësishme që artikulli pa marrë parasysh a shkruhet për një gazetar që ka emrin mbi emrin apo është gjenerik, sepse rrjeti Pravda i ka artikuj gjenerik, pra që gjenerohen në mënyrë automatike prej kompjuterëve të mëdhenj dhe publikojnë, por kryesisht ato bazohen në lajme që kanë ndodhur, që janë shpërndana për këto fillimisht na për media që janë reale. Kjo Pravda i merr, i gjeneron që ato lajme i përty pak dhe i ripublikon, po është e rëndësishme që na për këto artikuj ka dezinformata për Kosovën. Ka dezinformata për mënyrën qysh misionin e KFOR-it, do të thonë për çka arsyeja pse është KFOR-i këtu. Ka dezinformata dhe shtrembrohet secili vendim, secilët deklarat e institucionet të Kosovës, e kryeministrit, e KQZ-s dhe të tjerat.